Për kë do të votoj? Mos votoni partitë politike, janë tërësisht gënjeshtër. Votoni individët që doni, pavarësisht se cilës parti i përkasin. Në fakt do të them kujt nuk ja jap voton, jo se kam gjë me personat që refuzojnë të jap voton, as pak, madje mund të kem edhe miq të mirë, por vota në politik nuk është çështje miqësish, por një vendim politik. Shikoni çfarë kanë bërë. Po votove për një kandidat, duhet votosh edhe për partinë që e ka vendosur në listë. Pra, na kanë mohuar lirinë dhe të drejtën për të votuar një person konkret. Ndonse mund mos e honeps partinë që e ka vendosur në listë. Ky është mashtrimi, kjo është fyerja që na bëhet, por edhe fyerja për kandidatët. U thon pa partinë ju jeni hiç, zero me xhufk. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Mos e nisim zgjedhjen nga partitë sikurse na fut në kurth fleta e votës, por të zgjedhim fillimisht personin që duam të votojmë. Pastaj për rrjedhoj, nga që nuk kemi se çfarë të bëjmë, zgjedhim edhe partinë e tij. Por fillimisht zgjedhim personin, as pak partitë. Partitë janë kot, nuk vlen fare, pra kujt personi jap voton. Kujdo që më pëlqen, por po them se kujt nuk ja jap për qamet, veç me ndonjë përjashtim shumë të rrallë, nuk ja jap. As kujt që është në listën e mbyllur, pra që grabit votat e kandidatëve të tjerë që janë në listë të hapur. Nuk jap vota për kandidat parazitar dhe që nuk pranojnë të votojnë nga populli. Nuk i jap vota asnjë deputeti që ka më shumë se 2 mandate në Kuvendin e Shqipërisë. Kurr nuk votoj për dikoj që do mandatë 3 deputeti. Deputet lloku nuk është profesion. Nuk i jap voton askujt që për një arsye ose një tjetër i ka nxjerr fakte nga drejtësia me vendim gjyqësor se ka bërë korrupsion ose ka shkelur ligjin me një vepër penale ose edhe civile. Nuk i jap voton askujt që ka ndëruar qoftë edhe një parti politike. Nuk i jap voton askujt që ka pasur 2 herë post ministror në një qeveri. Nuk i jap voton për deputet asnjë individi që ka pronësi private një biznes të nivelit mesatar e lartë. Nuk i jap voton asnjë personi që kandidon në një zonë elektorale në të cilën nuk banon ose nuk ka një lidhje me traditat e veta familjare atje. Nuk i jap voton asnjë kandidati që katapultohet si kandidat për deputet pa pasur punuar më parë jo më pak se 10 vjet punë në administratën publike ose në agjenci publike. Nuk i jap voton asnjë kandidati që nuk vërteton se ka kontribut në politik jo më pak se 10 vjet. Nuk i jap voton askujt që di se ndonjë afërm i tij i shkallës së parë është përfolur për lidhje me grupe kriminale. Nuk i jap voton askujt që nuk vërteton se ka kontribuar si deputet apo pjesëtar i shoqërisë civile për nxjerrjen e një ligji që sot është në fuqi. Nuk i jap voton askujt që nuk ka aktivitet publik të njohur në media. Nuk i jap voton askujt që e di se ka përdorur një gjuhë fyese dhe bullizuese karshi rivalëve të tij politik ose kujtdo tjetër. Nuk i jap voton askujt që ka hyrë në politik para vitit 2000, domethënë është njeri i shekullit kaluar. Nuk ja jap votën time që për shkak të njohjeve personale apo të informacioneve që më japin miq të besuar e di që është legen ose legene, sikur edhe të ketë shpikur rroton. Nuk i jap votën time asnjë kandidati që e di ose më thon se është antar i më shumë se një bordi administrimi kudo që të jetë. Nuk i jap votën time askujt që di ose më thon se gjatë mandatit si deputet ka punësuar familjar në shtet.